vjet edhe si vjet, Ramazani po na vjen. Çdo shtëpi për plot sevda, krejt të lumtur, mashallah. Që një vjet më ka marrë malli. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ju boftë mirë, iftari, Allah i kabul, agjerimin, mirë se në kënjarë. Në program të sontëm, tash masi të krim që të supat, qatë supën ma shumë jo. Se me nisë më hamër jesin, supën e kepi për shopak, e falim namazin e akshamit, qysh në kahije, mas namazit e akshamit, është e ndarkë. Mandej mas darkës, inshallah ta'ala, kemi programin mësafir nga Maqedonia e Veriut, edhe të jugut ka. Ka dhe nga Maqedonia e jugut. Edhe Shqipëria janë edhe të Malizzi edhe të Kosovës. Allah i në i bashkohet zemrat që është në ka bashkuat trupat sonte. Ju boftë mirë. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Inshallah ju ka pranua agjerimi edhe inshallah ju ka kënjë të ushqimi. Një bashkëpunim të cilin duhet falenderua që është në fillim, ata vëllezër të cilët gjithë ne kanë dhënë krahun e kësaj darke, Allah ja ushtof bereqetin. Një bashkëpunim të vogël me çunat e ri, sidomos e Bubekrin që e kam si djalin tim, edhe djemë të mi, edhe disa me ta që jenë kanë, e bom këtë angazhim edhe njëherë. Ama edhe njëherë sepse ki pronari e hotelit jenë dy djemë agjallarësh, Afrimi e Besforti edhe Jahja. Para një mujit, unë s'kisha njetë, dhe thonë drejten, edhe njëherë me hi, se tash edhe pak mosh kam, edhe dyta të shohim trit, t'ja vlomë atë punën trive që ka të bëjnë. Na bom që ka bom kalu. Por këta pronarët, jo hoqë, mos elsho, po ka njëherë së në për e mash. Vendosëm edhe këtë herë, mandej një prej vllazërive tonë nga Gjilani me ngërbet në Zvicër, edhe ai më tha, dhe të bësh qëndro dhe pak. Allah i jau dhe është hajri. Me qenë se sonte kemi misafir prej hoxhallarëve, të gjithëve s'mujmë jau dhënë fjallën, sepse shkojnë gjemati, po na gjematin këtu nuk lëshem që shkini hi me izëm, që ashtu kini me dalë me izëm, jo dikush në dohan edhe iki me iki, s'ka me iki. Me hoxën me najtë deri në fund. Kër dole hoxha, thote hoxha, me gjlisim baroj, atëherë izëm. Jo ta shka dalë se të apim cigarë dhe ajtë iki, jeje, s'ka kështë. Kjo me gjlisi dinit islam, këtu ka uleman këtë vend. Duhet me ecë pas ulemave, jo pas umerave, po ulemave. Sonte dhe të udhëheq programin tonë miku jonë që ka ardhë enkas
nga Saranda, Ermir Hoxha, atëherë urnoj Ermir këtu ty, e disa prej hoxhallarëve për të njoftoj kuj kimi ja dhënë fjallën. Publikisht po e bëjmë këtë që mos thirrnohet. Me nejtë shumë gjatë na ikim, na edhim se koha e taravive shkojnë anë i klina. Edhe hoxhallarët vendit ka që ikin, si ti ke hoxha ikin dhe gjemati. E kemi një hoxh që i ka qëndrua komunizmit deri në fund. Nga Shijaku, nëse zgaboj. Hoxh Ismaili. Do t'ja japim fjallën për shëndetse, jo ma shumë. Po hala jo. E kemi hoxhën Ramadan ta quj, ta vëz Ramadanin nga Ohri. E kemi doktorin nga Tirana, Irfanin. E kemi doktorin tjetër Rasimin nga Ferizaj. Kemi myftin e Koplikut. Kemi hoxhën e zonës Trugës, hoxha Jusuf Hajrullahi. Kështu që Ermirin, për mës me met hatrin mua, Ermir thash ti çka duhesh ban. Atëherë listë nuk kam une. S'kam listë, më shkrua, tash ti dhe cilin ta duhesh, bolja me kishtë. Atëherë do t'i gjejmë me radhë, inshallah, mramje neje të këndshme. Për të gjithë. Inshallah, edhe në vendet tjera jeni pjesëmarrës, ama edhe dishka, edhe inshallah deri në fund të Ramazanit, ju nuk shkoni vesh në për iftare, po dhe ju thyrni në për iftare, inshallah. Atëherë, Allah e të një moftë, në reduftoja për në të cilit. Pa. Ta që të më leosh që më ashtë. O vlezër, selamu alekum. Njerë është përjetimi veçantë ti jesh në Prizren, sepse Prizreni barë se si jeton. Për shembull, unë personalisht e jetoj Prizrenin si një qytet të nurshëm islam. Një qytet që ashtu si që qytetet tona karakteristike, për shembull si që është Gjirokastra me Beratën në Peshkopi, na kujtojnë, na trokasin në vetëdije dhe na thonë ne muslimanët aktual, ja si ka qenë estetika jonë qytetare kur qeverisnin, e pa krahasueshme me çfarë do lloj ndërtimi bashkëkohor. Kështu që të tillë unë e lexoj dhe e përjetoj Prizrenin. Përjetimi i dytë është plot emocion kur ty të ftojnë në këtë qytet për iftar në Ramazan. Një përjetim plus. Përjetimi i tretë është kur të fton Hoxh Mazdhëmi. Unë Hoxh Mazdhëmin e du shumë. Ne të gjithë në Shqipëri e duam shumë, sepse Hoxha i nderuar ka shkruetur dhe ka ndërtuar historinë e tij në Shqipëri që në vitin 1990 e deri në vitet e fundit, duke kontribuar sidomos në ndërtimin e xhamive pa përjashtuar, edhe ndërtimin e shtëpive të bamirësisë. Këtë për të gjithë ata që ndoshta nuk janë të informuar, sepse mbetet hoxha më i pranishëm në Shqipëri në vite nga pjesa e jo Shqipërisë zyrtare. Kur unë ju thash mor hoxh që nesër do të jem në Prizren, ato vëllezërit e Sarandës më dhanë selamet që të përcjell, po ashtu edhe vëllezërit e Lazaratit që të duan dhe janë të përmalluar për ty, të Gjirokastrës, të Delvinës, pothuajse të gjithë jugut, sepse ne kishim një iftar të jugut mbrëm në Sarandë, të organizuar nga Myftinia, dhe do donin të gjithë tishin në këtë iftar këtu hoxh i nderuar, por që nuk ishte mundur për shumë arsye, mbi gjitha nga mungesa e qylimave fluturues. Për të ardhur këto. Mirë, që mos hajmë kohë, unë sipas radhës që
përshkroi pak më parë Hoxha i nderuar, do të ftoj këtu së pari Hoxhën e nderuar nga Shijaku, Ismail Dizdari. Janë disa hoxhallar, hajde, që mua më kujtojnë gjyshin tim, ish miftiun e 4 rretheve të Shqipërisë dhe ish ky miftiun e Shqipërisë. Sali Ferati, i cili e përballoi me dinjitet presionin e kohës komunizmit për ta ruajtur fen, edhe të tillë figura pasqyrojnë pikërisht atë çfarë ka qenë dhe i gjysh. Unë jam nipi Sali Feratit. Ti e ke njohur, besoj? Sali Feratin e ke njohur? Unë jam nipi. Ja ku takuam. Je Dibran, do të thonë. Unë jam Dibran 24 karatsh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon si zakonisht Allahu subhanahu wa taala, që ka krijuar çdo gjë që ne shohim dhe ato që nuk shohim. Ne si musliman e falenderojmë Allahun me numër të panumërt, edhe sepse na bëri musliman. Dhe për më tepër na dha durim, zgjuarësi, besnikëri, të respektojmë siç duhet mysafirin e nderuar muajin e madhëshëm të Ramazanit, për të cilin ata që agjerojnë me laiket në xhennet, inshallah Zoti na bën nasib, na bën pjesë nga mëshira e tij e pafundme, i thrasin: ju që keni agjeruar, hajdeni, hajdeni. Kështu si që jemi, bashkë me muslimanët e tjerë të Shqipërisë, me një bukuri të pashembull. Dhe kur në shoh këtë, është hera e dytë që vjen në Prizren, këtë respekt, këtë dashuri, këtë mirësi, këtë bukuri të pashoqja unike, ne, brezi i moshuar, rigjenerohemi, rinohemi për së dyti. Atë që ka shtruar iftarin, i uroj, ta begatoj i madhi Zot me mirësi gjatë gjithë jetës, t'japi shëndet rinor, dhe ne që morëm pjesë në këtë harej, në këtë zgjim, na bashkoftë i madhi Zot në ajeret, në xhennet dhe në dynja, bashkë me familjet tona, të na e bëj rrugën të florit, të mrekullueshme. Inshallah, takohemi edhe herë tjera. Lusë madhi Zot Xheleshanu për vetën në radhë parë, pastaj edhe për ju, na jap durim, zgjuarësi, mençuri, urtësi për ta përfunduar dhe për ta përcjell ashtu siç duhet, ashtu siç e meriton ky muaj i madhëshëm, muaji i Ramazanit, për të cilin Allahu subhanahu wa taala thot: Bismillahirrahmanirrahim. Es-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjërimi bëhet për mua, nuk mund të ketë hipokrizi, nuk mund të ketë shtirje, por është sinqert, është sekret ndërmjet muslimanit dhe Allahu subhanahu wa taala. Edhe ai thot: ju që agjeroni, di unë si u shpërbej. Inshallah qofshim për atyre që meritojmë mëshirën e Allahut. U takofshim në gëzime. Kur u shoh juve, unë rinohem edhe më tepër. Ju faleminderit për respektin, ju faleminderit për atë dëgjimin që ju më dëgjuat, dhe duke përfunduar, inshallah, i madhi Zot na bashkon zemrat, na bashkon shpirtrat, sepse xhamati musliman, unë nuk duhet të hyj në këto skuta, po përjeton edhe dallime ose fërkime që nuk i përshtaten Islamit, për të cilën Allahu
do erojnë terminit të punit. Ju faleminderit gjithse. Selamu alaikum. E përcjellim hoxhën e nderuar që aty ku është ulur ofron një pamje shumë interesante, sepse është bashkë me niprit e tij. Pra, është një hoxh që Allahu e ka begatuar duke mos e kputur traditën islame brenda familjes. Ka të birin, një ndër muslimanët e njohur, vllan Ilir Dizdari, ka dhe niprit që po bëhen të gjithë hoxhallar. Padyshim musliman, diskutohet ajo gjë. Kështu që është një sagëtër hoxhallarësh që po formohet. Atëherë, sipas radhës që përmendi hoxha, do të kemi të ftuarin e radhës, hoxh, që vjen sigurisht nga mosha e tretë, por që ka një rini brenda vetes tyre që e përcjellin shumë bukur në mënyrën se si artikulojnë dhe se si e nxjerrin atë që ka në shpirt, në zemër, mesazhin islam. Hajde hoxhë nderuar. Hoxhë Ramadan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ju përshëndes me përshëndetjen islame, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun xhelle shanuhu për ditët që na kaluan në Ramazan, adhurimet që ka i bamur të na i pranojë. Dërsa për ditët që na kanë ngelur, lusim Allahut në hape shëndet dhe kështu që të marrën medaljen që Allahu ja ka kushtuar vetëm ata që agjerojnë, e medalja është Gjennetur Rejan. Inshallah Allahu xhelle shanuhu në takon në Gjennetur Rejan. Para se të hinë temë, nuk zgjarohen nga shumë. Fatmir Efendiu në ka lavdruar shumë shqiptarët e Maqedonisë, se u hapëm derën në kohën e konfliktit Kosovës, para se u hapëm derën, u hapëm zemra. Por Fatmir Efendiu nuk e dinë se ne, shqiptarët e Maqedonisë, e kemi borxh Kosovës. Çfarë është borxhi? Borxhi i parë është hoxhallarët e kemi pas prej Kosovës, profesorët prej Kosovës, doktorët prej Kosovës. Sa është dallimi i madh, vëllezër të dashur, që ne ju kemi shërbyer trupit, ndërsa juve na keni shërbyer zemrën, shpirtin dhe trunit, na keni dhënë dije. Dhe për ata e përshëndes për këtij vendit, aja ka qëlluar, por ne ta dije se ju kemi borxh. Të ndershëm vëllezër, Allahu xhelle shanuhu kur don ta udhëzon të kanë banë mrekulli. Një ngjarje nga jeta ime. Kam bajt një ligjerat në xhami, në orë. Kam folur për vdekjen, si duhet më përgatit njeriu për vdekjen. Atëherë kur i kam thënë këto fjalë, janë të incizuar në lenta me magnetofon. Kjo lent nuk e di që ka ra në dorën e një ateisti. Ai nuk ishte vetëm ateist, po ishte kontrast i fesë islame. Çdo gjë që ndigjonte për islamin ajo urrente edhe e shante. Do të shkoje te baba në Alaskë, baba i punon në Alaskë, por baba shumë musliman praktikant. Ndoshta ajo lent kam rritur në shtëpinë atine në për babës. Edhe ki pregaditet për shkuar në Alaskë. I merë teshat e paska pas merak këngët folkloristike. Dhe në mes të lentave e sheve dhe këtë lentë. Ora thëtë, kush e ka fut këtë lentë këto? Unë nuk shkoj për të vdekur atje, por shkoj për të punuar dhe për të jetuar. Falni. E merë lentën e udhë në kantën e borëllaqeve. Një djalë i vogël
ka qenë duke ngra një banane, levarën ta hudhje në kantën e burllaqeve kur e shef lentën brenda. Mendon se I ka pyk, shkoj ja fut në çantë. Shkoj lenta në alas bashkë me ateistin. Atje mas një kohë është mërzitur të lëshoj një lentë këngë, kur e shef lentën, që është incizuar për neve, thëtë, unë e fuga në kantën e burllaqeve, ka hini kjo, subhanallah. Allah I ban mrekulli vëllezërit e dashur, kur dënë të këndi ta, udhëzoje në rrugën e drejtë. E merë lentën përsëri e fugën kantën e burllaqeve. Nuk shkon 3-4 ditë, baba I ban ndeshje me punë dhansin ai Amerikan, to kanë punuar rafininë e naftës. Edhe I lajmëron policia se babat kanë ndëruar jetë. Gjanë normale, duke I përgatit dokumentet ka shkuar një javë. Ki menda javës e mendon, thëtë, po, edhe këtu pas ka vdekë. Edhe këtu vdesën njerëzit. Unë e kam falë sabajnë po lexoj Kur'an. Mbijet telefon të kush I përslagi. Unë tërprejë. Edhe njëre, pas 30 herë, u lidhëm. Tha, selam aleikum, tha, mirë mrama. Thash më falni, ditë është ka thuet e mirë mrama. Tha, unë jam në Alaskë, jemi natë. 6 muaj natë vëllezërit e dashur. Por të tregojnë lidhje me këtë. Tha, me të vërtet, tha, kur vjen momenti për të dalë deli, këtë Alaska, populli Alaska dalën me lot siri për gëzimit se lindën deli. O vëlla I dashur, ne çdo ditë po lindën deli të ne, ne s'po mërzitemi, as nuk na ndikon diçka pozitiv, a deli është një argument për argumenteve të Allahut xhaleshanu. Po kur lindën deli pse nuk e shohën, shlafen, flehem atëherë. Po ditën për ndërtesëve dhe shohën. Për mbrëmje, po nuk e shohëm se e bëjmë llogari sa kemi fituar dhe sa kemi humbur. Ki fenomen I Allahu xhaleshanu po kalon me shi mbyllur, vesh mbyllur dhe gojë mbyllur. Pra, edhe për mëra telefon tha baba më ka ndruar jetë, çka të bëj me kufomën, me gjenazën. S'dishe çka t'i thonë. Po thash, vorosha atje. Tha, për s'ka voreza muslimani. Atëre shiqot, s'ko është ma shtrit, ma lirë. Nëse ma lirë për ta prunë Maqedoni, verën Maqedoni. Edhe e prunë kufomën. Erdi kufoma, ja bom ceremoninë e islamit që I takon atë I vorimit. Edhe më ndajti vesh të hafësta, lente jote ka qenë shkak që unë sot elhamdulillah jam musliman. Elhamdulillah edhe shoq që e ka pranuar Islamin. Elhamdulillah digjem njënin djale ka qenë në Riyad të mësoje për fenë Islamin. Pra Allah I kur dënë ta udhëzoje dhe kanë ban edhe mrekulli. A mi një leje në pakës? A në pak a mi një leje? Jo, usot. Pra, lusë Allahu xhaleshanuhu që kitë të bim kjetë I pajtuar Allahu xhaleshanuhu dhe ne jemi në këtë botë për ta pajtuar Zotin. E kulli qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa ya'fuzul mustaghfirin astaghfirullah lillahi al-Fatiha. Amin. Atëherë si pas ratës, hoxhë nderuar, do të kemi Ta kemi tash Smola Golli, jugu I Shqipërisë. nga jugu I Shqipërisë, Korça. Korça. Hajde Korça. Qyteti qyshës time. Edhe qyshë ti. Ja që filloj nga rrë. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah nuk e di çfarë më thot njeriu pas këtyre të mëdhenjve për cilët kemi mësuar. Megjithatë, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të nderuar vëllezër, e ndjej veten të nderuar që jam pjesëtar në këtë aktivitet të përbashkët, ku si zakonisht hoxha e nderuar që
që jo rrallëherë nga ka bashkuar të punë të hajrit, në thëvet dhe në ndëron në ftesën e tij. Edhe pse shohim veten që jemi shumë mbrapa me këto punë të mira që i shikojmë mes jush, megjithatë njeriu kur merr pjesë bashkë me vëllezër të tjerë që i kanë dhënë shumë Islamit dhe kanë duruar gjatë viteve të vështira, kur dëgjon fjalën e tyre hoxhallarëve të vjetër dhe dijen mes tyre, e ndjen veten më të fortë, e ndjen veten se ke vëllezër, se ke mbështetje. Mbase vendi nga i cili vi është një vend ku në jug të Shqipërisë, në lindje, ndoshta nuk njihet si vend me Islam përhapur shumë, por alhamdulillah, ju kuruzoj vëllezërit e tij. Se edhe atje, alhamdulillah, tashmë ka Islam. Xhamit, alhamdulillah, mbushën plot. Edhe fshatrat janë mbushur dalë me xhami. Madje shefu i nderuar Sa xhami këto? nuk jam të përdhen halësia, me i të aty kuruzoj vëllezërit e tij. Edhe andaj Islami si gjithë punë në botë është përhapur tashmë. Ramazanis diskutohet që janë plot xhamit dhe agjerusit në shtuar të dushim, po alhamdulillah, kurrizoj. Pak mos jemi një lajm të mirë, edhe nga përvojnë i Shqipërisë, i vogël, ndoshta jo i shquar për Islamin, por alhamdulillah, edhe atje ka Islam, edhe në shpresojmë Allahu subhanahu wa taala që në bashkë Zotin xhamitet e tij së bashku. Nuk e di se të them shumë, Zoti është i lehtë për nderimin, megjithëse shohim të një herë, jo ehlen, për të çështje është në xhenet. Të gjithë ata që organizuan, ata që njoftuan, të gjithë që morën pjesë në hajër, jazakumullahu khairan, Allahu na bashkë në xhenet. Praktikisht ndaj një mendim tjetër, alternativë jo të kundërt me Osmanin, sepse Korça në fakt është qyteti më islam shqiptar. Është qyteti i pasi për para islame, që nga një fush, ndoshta me iron që me këtu me misë apo diçka që ndërtohet një xhami i Jasmit Miraorit, e cila është rësot e së ditë dhe që aty fillon qyteti, por me Korçën është bërë një betejë e madhe, duhet kohë për ta shpjeguar se si janë bërë përpjekje për t'ia hequr bashkë Islam atij qyteti. Dhe unë mund të them që në 10 aktivitete të mini që ka ndërluar në vite, ai Korçës para 3 vitesh i pari në salën në Ndoza të Xherubi, ka qenë një shok të vërtetë. Një salë lot, ku rrezatonin shumë motra me shami, të cilat ishin edhe rrugët të Korçës. Ishte një impresion i jashtëzakonshëm për atë qytet. Saranda nga Riu është qytet pa traditë islame, por Zoti ka dashur të ketë një xhami në qendër të saj që nga viti 1936 në fillimet italiane të qytetit, dhe sot nga Fieri e poshtë është qyteti me përhapjen më të madh dhe zgjidhjen më të madh të jetës islame pranë jugit të Shqipërisë. Sa për informacion të. Vazhdojmë radhën, kush e ka hoqë? Me emën e kijat. Do të thuhet emri sepse artikullon për Doktori i kryeqytetit Trojeve etnike. Doktori i kryeqytetit të Trojeve etnike. Irfani. Atër Irfani, po. Tashin ne do të bëjmë një rrugë për Irfanin. Është Irfan Dota, është një ndër hoxhallarët e njohur të kryeqytetit të Tiranës, që lidhet pazitshmërisht me emrin e babait të tij të nderuar Zotin Shiroft, që jeta islame jo vetëm në Tiranë, po i gjithë Shqipërisë, sepse nuk ka musliman në Shqipëri që nuk ka kaluar nga Dina Hoxha, ka qenë imami për shumë vite i xhamisë, ka qenë motori i jetës islame në Shqipëri. Pra bëhet fjalë për Hoxh Selim Totën, i cili u ndan nga jeta pak muaj më parë, Zotin Shiroft, Zotin nderoft në gradat më të larta të xhenetit, sepse ka qenë një hoxh i nderuar që e ka mbajtur jo vetëm në kohrat vështira Islamin, por i ka dhënë shpirtin e tij në kohrat më delikate, në vitet 90 dhe 2000, kur vërtet ajo xhami ka qenë në shënjestër të shumë qendrëmiqëve, dhe sot
ai vërteton në Islamin e vet, duke të kaluar dhe kufit kombëtar në famën që ekziston. Hajde vëlla. Ja babai, i ti djali, që duke të shkuru i vogël, por që ka zemër të madhe. Edhe njerë, Zotë ndërroft mos selimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Të nderuar vëllezër e mi, është privilegj që qëndrosh në spira e fytyrave, baballarëve dhe xhallarëve, vëllezërve të nderuar, që shpresoj na ketë bashkuar fjala la ilaha illallah, na ketë bashkuar Islami dhe imani. S'ka dyshim që pas falënderimit të Allahut, falenderojmë shehun dhe hoxhën tonë të nderuar, hoxh Mazlami, i cili lavdërimet për të janë të tepërta, sepse të rrejni koha muslimanët kanë dëshmuar për të. Natyrisht që ka vështirë të jesh pasardhës i një babai të mirë, aq më tepër një hoxhe që thonë që ka qenë në vlera, sepse nuk mund thuhet nga pasardhësit e tij. Nderuar vëllezër, në këtë muaj të begat, besimtari e ndjen besimin, sepse gjatë këtij muaji bashkohen shumë adhurime. Cili na kanë bota pse jemi të tillë të bashkuar. Prandaj ta ruajmë fort këtë bashkim, sepse vërtet nëse përçahemi, atëherë do të na sundojnë dhe do të na pështrojnë. Ky muaj bashkon zemrat me agjerim, bashkon zemrat me terapi, bashkon zemrat me vllazëri. Ramazani është një trampolin besimi dhe imani, i cili e bën njeriu që vetë ky muaj t'i jap një katalog jete se si ta jetojë jetën larg harameve dhe ndalesave. E ka lip njeriu dhe mëson atë se pas ka mundësi ta bëj atë që e shikon që është e pamundur. Prandaj do të lutem me Allah që ati muaj të begat, si sa ka bashkuar këtë vend iftari, në bashkojnë që rende të të larta, Allahu ju dashë, Allahu ju shpërblet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të shpërblet, hoxh, i nderuar, edhe një Allah të ketë mëshiruar babain tuaj, edhe emrin e mirë që ka lënë ndër njerëz të besimtarë të shumt, ta ketë gjithashtu dhe të Zotit Mesisë. Po, nga Kosova qendrore. Nga Kosova qendrore. Doktor Rasimin e kemi. Doktor Rasim Raqa, po. Union në Saran, po, Raqa. Mashallah. Jo të jo, jashtë. Në mërë të të Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu na falenderojmë. Salavatet, salamat Muhammedit alayhi salatu wassalam e kërkoj. Familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ecin rrugës së tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Pasi që e falenderojmë Allahun e Resulullah, e falenderojmë bëshimin e këtij iftari, i cili me këtë iftar tashmë tradicional është bërë sinonim i bashkimit dhe afrimit të muslimanëve në kohën kur tendencat edhe përpjekjet qoftë nga jashtë, qoftë nga brenda, janë të shumta që me i ndalë muslimanët në së tij. Allah është shpërblet ko që në ndëruar, ko që në nëzëmë, i dhashtë të shëndet, edhe a i si duke të fillim dashti me lejmëru që është Ramazan e iftari i fundit, por nuk do t'jetë me lejnë Allah të rëcëve. Kemi shpresë. Pastaj të ndëruar gjëllarë, se këtu ka vetë gjëllarë, më duket vetë mune edhe disa gjëllarë më të vjetër që janë, jemi me kapuqat hoqës, e une mjekëve me kam të pleqve, po jemi me mush. Ndërsa dhe një mëri më posë këtu me dorë me full, po me që ishte dëshira e hoqës me në ndëru, me i thonë 2-3 fjallë më rajush, atëherë nuk pota zhjire tjetër, vetëm se me e pranu, kërkesën e hoqës të ndërruar që me i thonë 2-3 fjallë. Unë shkurtimisht edhe unë do të lidhna me disa ngjarje të cilat janë pikërisht të doptës së sotme.
Të ndëruar vëllezër, sot ka rastis që veçeni 7 marsi, mi po dhe 17 Ramazani. 7 marsi lidhet me ngjarjet tona brenda Kosovës këtu, ngjarje të cilat e ndryshon historinë ose rrjedhën e historisë të Kosovës për të mbarë shqiptarë. Ngjarje e cila filloi me prekazin e Lavdishëm, me familjen e Lavdishëm për me mbet model për brezat e arshëm dhe jo mit se ky popull mbron dhe jep edhe më të shtrenjtë për lirinë të cilën se projektojnë, e lësë Allahu i lartësuar që ta vlerësojmë këtë liri dhe ta mbrojmë. Ky është 7 marsi i ngjarjeve të luftës së Lavdishme, edhe pse të dhëmshme mirë, po edhe të lavdishme të prekazit. Ndërsa 17 Ramazani neve na lidh me luftën e Bedrit. Lufta e Bedrit, ngjarje e Lavdishme që ashtu ajo e ndron rrjedhën e historisë islame. Dhe ngjarje të shumta dhe personalitete të shumta shfaqen të betejë. Dhe kjo betejë shpërfaq shumë burra të mëdhenj, sikurse i nxjerrë dhe shumë burra të veçën të cilët deri dje njiheshin për të mëdhenj nga njerëzit. Mu po më intereson një person që ngjarja e tij lidhet me luftën e Bedrit, nëse dikush për juve ka dëgjuar emrin e tij që apo s'e vesh me çuditje. Ajo është Enes ibn Nadr. Kush për juve ka dëgjuar Enes ibn Nadr? Se ka dëgjuar kush? Dihet po sozhova ka fjalë për xhamat. Enes ibn Nadr ka qenë migja i Enes ibn Malikut radhiyallahu anhu. Enes ibn Maliku shërtori pejgamberit alayhi salatu wasalam. Edhe kur te pejgamberi alayhi salatu wasalam me Bedr, nuk nisën për luftë, po nisën për me i lorë rrugë karavanet edhe me marrë pasurinë që ishte në karavan, si kompenzimi pasurinë që ishin shkatërruar, pasurinë muslimane që ishin shkatërruar në Mekë dhe rrytarët. Enes ibn Nadr e pret pejgamberin alayhi salatu wasalam në Medinë dhe thotë për Allah, kthej në Bedr. Po vallahi, nuk e kam ditë që nis për luftë se kur nuk e kisha dhënë pavë. Mirë po thotë, besën e hi, që nëse edhe një herë bëhet një luftë, ka me pa Allahu se çka bën me këtë. Edhe pejgamberi alayhi salatu wasalam si duket kjo fjalë po i bën kokë. Vjen betejë e Uhudit. Edhe Enes ibn Nadr radhiyallahu anhu i buri madh, në kohën kur shqiptarët i lëshuan pozicionet, edhe i humbën pozicionet që i kishin muslimanët dhe filloi mundi era e despotisë së muslimanëve, Enes ibn Nadr po i thotë, po me zot lor po thie Allahu për të kthyer kohën dhe kërkoi falje për ato që ka bëjnë këta për muslimanët. Ndërsa ti merr hak të ajo që ka bëjnë këta imitorët. Edhe unes në luftë. Sa ti të madhi po i del në rrugë. Edhe i thotë, por ku je nisur Enes? Thotë, jo nis për xhenet, edhe po jam i erën xhenetit mbrapa Uhudit. Thonë dietarët, çfarë ka qenë, çfarë ka pas besnikëri të thellë me Allahun Enes ibn Nadr, saqë në të vërtetë besnikëria ka qenë në endi, erën e xhenetit mbrapa Uhudit edhe vritet Enes ibn Nadr. Pejgamberi alayhi salatu wasallam i mbledh në kokë ka se nëse Allah më jep jetën e luftuar një me ty, ka me pa Allah se çka bëj. Edhe i thotë kush ma gjon Sati. Kush ma gjon Enes ibn Nadr. Edhe i gjon Enes ibn Nadr, i cili në trupin e tij kishte mbi 80 goditje. As fëmia vetë se ka luftë, vetëm motra e vetë ka luftë, mos çaja vetë kishte që ka pas disa çaja në kishte. Thot Enes ibn Nadr. Thot gjithë sahabët gati se finarohu i di sa jemi kuranor, min e mu'minin e rijalun sadaku ma ahadullah alayhi, ka prej burrave të cilët i ja kanë dhënë besën Allah me besnikëri dhe kanë realizuar besë, ka zbrit për një gjë. Të ndërruar vëllezër, që të fjalën e Enes ibn Nadr do të nxjerrë dy fjalë do të thonë. Gjithë njerëzit në përgjithësi i preokupon ajo se çfarë po thonë njerëzit për mua. Çka kanë me thonë njerëzit për mua? Kanë me po njerëzit se çka bëjnë. Dhe kështu, kanë me po filon se çka bëjnë. Ndërsa Enes ibn Nadr ka me po Allahu si çka. Tonë aty më intereson Allahu vetë. Po intereson Allahu çka më interpreton dhe çka ka po Allahu. Por ndryshe çfarë thonë njerëzit se çka mund me interpretuar njerëzit. Edhe me i thonë këto pak janë të nëse që do e nëse në nëse. Të ndërruar nëse. Edhe kjo gjysë fjetë. Allahu e dhe që a kemi. Edhe që ka ume. A e dhe që a kemi në zana. Mirë. A normin 5 sekunda. Kërë si sufiti për bërkështë. Edhe 5 sekunda për vesin vejtë. Qëto do po Allahu së në zana të? Qo shko po Allahu në zana të?
se se dhe ta vetë vetë. A të po mirë? A bënë më në dhejtë kje për të takoj Allahun, a do të kësuat Allahun lartësuar për shtë që dhe më të zemë në teme, a e kam shemë dhe nëse të natër që për qëto vej për teme me thonë, ka me po Allahun se që ka të bëjtë. Allahun në këtë se qëtë. Allahun në dofë të jetër me besnikëri, të gjesh me këta burat të mëdhej të cilët e ka sjellë Allahu shembull me jetën e pejgamberit alayhis salam. Allah i shpërblet për vëmendje, Allah i shpërblet për njerëzën, Allah i shpërblet dy fish të xhallorat të cilët kanë sallën në dëgju, po u dash të fort diçka mos e dora këtu. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Mirë, tani do të vi një i hoxhës në Shkodra. Miftiu i Kodinit. Admir Ismail. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد الذي قال في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Falënderimet janë vetëm për Allahun xhelle xhelalu, për cilës një i vetëm dhe bashkësh që s'ka lim këmbë, s'ka lim në shpejti, atë bestojmë, vetim falëndim kërkojmë. Elhamdulillah që Allahu xhelle xhelalu na ka përmendur në këtë ajet kuranor ku na thotë o ju të cilët keni besu, keni frikë Allahun siç e meriton Allahu pas frikë dhe mos ikni prej kësaj dynjaje përveç se do kanë besimtar. Elhamdulillah, ne ndodhemi në muajin e begatë të Ramazanit. Po shohim që ditët e muajit e begatë të Ramazanit vetë përfaqësohen, ashtu edhe në jetën e tij. Mirë, ato çka kena vepruar deri tash, dhe çka do të veprojmë deri në muajin e begatë të Ramazanit, ato do të mbyllen në dosje dhe ajo dosje do të hapet ditën e gjykimit tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse deri sot e kemi neglizhu Ramazanin, e kemi neglizhu syfyrin, e kemi neglizhu sabahin si namaz, e kemi neglizhu drekën e qindin, akşamin, yatsin, e kemi nënvesu Kur'anin, e kemi nënvesu sadakan dhe zekatin, e kemi nënvesu urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, që Allahu xhelle xhelalu na thotë kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jeni populli më i përzgjedhur në rrugën toksore, sepse urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni në Allahun xhelle xhelalu. Të nderuar, ku i mundet në ngatru fjalët me vepra më përmbullohen, por nëse vepra nuk janë në rregull, atëherë fjala nuk xhenet. Ju falenderoj të gjithëve, falenderoj daje, hoxhën e nderuar Maslamin, i cili nuk na lën pa naftu nëse takimesh vllazërore. Në një fjalë më herë prej hoxhës në 2008, thotë Nipash, të ka dhënë Allahu mundësi ndërto xhamia sa të mundesh, se do të vi një kohë që s'ke me ndërtu, edhe se ke dëshirë me ndërtu, edhe se të kesh mundësi për me ndërtu. Dhe elhamdulillah, falë këshillës së hoxhës, sot elhamdulillah marcia madhe ka 24 xhami që ka pas një numër të vogël. Elhamdulillah, agjerim të lejtë të pranuar, Allah shpërblet me të mira. Unë e them një shprehje por të s'mon të rikatan, o xhallarët e mikrofon nuk ju jepet, dhe gratë telefon nuk ju jepet, sepse o xhallarët stinë mundohet, po dhe gratë janë të gjazdinë. Selamu alaikum. Dhe në fundit fjalë mbajtës që do ta mbyll është dhe Jusufi i shkollë, për pas do t'i të është pas e sotrisë. Bismillahirrahmanirrahim. Falenderojmë Allahun e madhëruar, kërkojmë selamë, salavat e Muhamedit alayhi salam. Falenderimet sinqerta Allahut të nderuar, mësuesit tonë, hoxhës Mazlumin, i cili kemi shërbyer për
që çdo punë të hajrit që bani, çdo të ashtoft të mira, unë nuk du thjesht vetëm do isha thënë një lutje, sidomos para xherusit, ka qenë në zakonin tradite të duhurit të Allahut i cili thoshte aftar aibikum as-saimun, ka nëndër iftarin të xherusit, të gjithë vishë xherus, o akela ta'amukum al-abrar, e anëshe mushimin tuaj sofrën tane, burat e sinqerë, shpresoj të jekin do burat e sinqerë që i ka zbjerë hoxha të jenë musafir të ti, po sallet aleikum në meleke, edhe me laqe të bashkë butje për gjithë juve, o si dhe mos për një muqidin. Besaj me Farhatella Xherusi ka 2 zikër, zikrin e pare ka pra i ta, këpse ha është shqima mosu, po e dirë vete krenar se ka nga ndaj etosve. Multi ta luftoj edhe balafaqoj për një rezistit për nga 2-3 në to, andaj këzot e haku nga që e adola, edhe këziti më të madhe ka dikër e kja mëjtë. Qfar këziti ka? E përkrytër me ajit i fjallë Allah në Kuran, فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Vetëm Allahu e di, kur kush nuk e di Zoti ka mësuar disa njerëz të shpërblimër me pakesa të xherusit për shkak kontributit që kanë bërë. Edhe inshallah shpresoj se Zoti ka mësuar hoxhën tonë të ndëruar mazlumin me diçka ka spritja se ana Jese gjeneti për një shka të patënjë, Zotë ju dhëron, njështë problem, alhamdulillahi rabbil alamin. E i fundit do të diri hoxhës. Nes. Dhe pastaj. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Të ndëruar musafir, në nuk të bëjnë në shërim, azmi të të diçka, se unë jam të në bëgjallar, Allah më shpërblet, për të fjallë të bukura, për të kështila të vyeshme, por baba të kërëj që të dalë para ish, të falenderoj nga zemra ime, po dhe nga zemra babës për pismari. Keni bërë rrugë, keni dhe mund, Allah ju nderoft, ju begatoft, ju shpërblet në mirësit e ti pa fundë. Por gjithashtu dhe falenderoj gjithë ata cilët kanë organizuar këtë program, këtë iftar të begatë. Lusim Allah më gjellë e gjelali u hu, ani dhe në dua për babën tim, ju të një amin. Allah më dhe babës tim jetë të gjatë. Allah më dhe babës tim në shëndet. Allah më dhe babës tim begatit. Që ti të pa fund, që ne nuk i dim cilat e begatit e Allahut dhe si janë ato, për ato janë të ndryshme. Allah dhe forcoft në punë të khajrit. Allah dhe ruajt nga dashka keqësit, nga fakirësit. Allah dhe forcoft me shok, me vlezër të sinqertë, të cilët e kanë përkrah deri në tani dhe të ta përkrahin deri në fund të jetës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Përveç kësaj festije, plot shpirë që nga vëroj hoxhë e nderuar, nga vëroj dhe një kënaqësi tjetër që vjen takoni, për shëndetemi, të jemi nëse nuk jemi, dhe të çmadhemi me njëri tjetrin për kohët që ndoshta nuk jemi takuar. Edhe kjo është premirësi dhe të mëdha të këtij iftari që shpresojmë dhe besojmë dhe lutim Allahun që Zoti t'i ketë dhënë shpërbime jo vetëm për dostim, por dhe për faktin që ne këmbyen kaq buzëqeshëm njëri tjetrin, këmbyen kaq dashuri vëllazërore dhe u bashkohem në pak minuta si për ta përjetësuar këtë moment duke tejkaluar dëshirën që t'jemi të tillë jo vetëm jetën e kësaj bote dhe botë tjetër. Edhe nga unë personalisht, Zoti ju nderoft të gjithëve, Allah ju shpërblet me të mira, ju begatoft në shtëpitë tuaja, në jetën tuaja, edhe një hoxha. Hoxha mund të përgjigje diçka. Ke pyetje që unë do ta them. Çfarë thash të bisedën e fundit?
fjalë të ri, dhe unë lusot që këtë rini të lingu që ai e ka edhe në tingur për e komunikon, dhe ka pjenjerë që jo s'ka të shirimo ma, e ka fjallë që këtë ta këtë luar qarë, baba e të të shtojnë, edhe këtë rini, këtë busishë, këtë mund që e ke, edhe gjithmonë të dëgjojnë, edhe të naftosh këtu e të në shqilë të ura. Ju kërkoj të gjithë dhe ndjes, ju falenderoj të gjithë dhe për pesëmarrje. Edhe nuk e di në Ramazanin tjetër, a jemi gjallë. Andaj si Ramazan, si të bëjmë të fundit që organizojmë mund tjetë ky prej mesh, edhe ju kërkoj halal gjithë projeve etnike shqiptare. Assalamu alaikum wa rahmatullahi